njeriu është i krijuar në atë formë që ka luftë ndërmjet epsheve, ndërmjet anës, domethënë të kësaj bote dhe anës shpirtërore. Domethënë njeriu ka liri të zgjedhjes, andaj ai në çdo çast është në mes të asaj që ta zgjedh të mirën ose që ta zgjedh të keqen. Dhe në kësi ambienti, sidomos në këtë kohë kur domethënë e keqja është përhapur aq shumë dhe mjetet për devijimin e njerëzve janë aq të shumta, padyshim se ndonjëherë do të gaboj. Mirë, po ajo që duhet besimtari ta bëj është që ta di se si cilët në këtë gabim të tij. Sepse si thot pejgamberi alayhis salam, kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Çdo biri Ademit do të bëj gabim ndonjëherë. Mirë, po gabimtarët më të mirë janë ata që pendohen. Andaj, pa marrë parasysh ajo që ka kaluar, domethënë, asesi mos lejo që shejtani të të dëshproj dhe të të thoj ti ke bërë shumë mëkate, Allahu ty nuk ta fal, asesi. Kthehu tek Allahu subhanahu wa taala sinqerisht, ndjej keqardhje për atë që ka kaluar dhe vendos prej tash që ta përmirësosh të ardhmen dhe dije se Allahu subhanahu wa taala do të fal dhe do të bëj për i robëve të tij të devotshëm.